Përshëndetje miq, si ti shtune muhabete pazari. Sot e kam eksagjeruar një çik, por ja vlen. Gjeta spinaqin me 1 euro kilen dhe thash nuk u mendova 2 herë dhe mora arka. Erdhi im shoq nga puna i thash kalo me makinë. Kur i pa çak i bërë kështu tha, do i lash vetëm tha mu. Megjithatë jam e sigurt që do ma japi një dorë dhe ai, se atij pëlqejnë lakrat. Dhe këto gjetet e panxarit me 1 euro kilen. Megjithatë nuk shkojnë dëm, unë i la i thaj dhe i fus në ngrirë dhe i kam gati. Ja vlen. Mora dhe këto lakrat pazi, koste që quhen këtu, edhe këto me 1 euro kilen, këto 2 arkat e vogla me luleshtrydhe, 5 euro e mora, ja vlen dhe ishin shumë të mira, i provuam sot në drek, shikoni çfarë ngjyre, tani po e tregoj nga afër. Shikoni edhe spinaqin. Megjithatë ja vlen për 1 euro kilen, unë e bleva para dje në kohën atë me 2,50 euro kilen. Shikoni gjetet e panxarit, që sa të mira lakrat pazi me 1 euro kilen. Tu ka marrë qepët, ishin me 1,50 euro tufa, asparagos i themi në Shqipëri, ishte 1,99 centesimi tufa, 2 euro. 2 euro kilja patlıcanit, 2 euro specat, 2 euro këto kungulleshët, portokallat me 1 euro kilen, mora këto dardhët. Këto dardhët nuk e kuptova se ishte kilja, mi dha në fund fare, që rumbullakosi 35 euro më kanë bërë të gjitha këto, shikoni, ja vlen apo jo. Këtu është pazar një vend tjetër, që të 1 euro kilen, limonat, me gati 5 euro e ca. Edhe pasë të më shkuani si keni çmimet ju andej, unë them se unë i kam marrë më të lira si Shqipëri, këto mollë të kuqe, kam marrë me 1,50 euro kilen dhe ato jeshilit i marrë me 50 centesim kilen. Këto kastravecat i marrë në një vend tjetër me 1,50 euro kilen dhe ishin shumë të mira, bora pishmoj që s'mara 3-4 kile. Këto specat ishili me 4 euro kilen. Më ka thënë disa mikesha që në Greqi janë të shtrejta. Këtu ma ka kallur, po do marrë ditën dhe dhe qoj ati që mi ka shqitur javën tjetër, panxar të freskët dhe ishte pothuajse i dëmtuar. Edhe pakova gati 13 euro, banane, çfarë mora çik sallat, specat, edhe ato panxarët. Këtu ullinjt e di një që të shtrejnë, 10 euro kilen, mora si Napoli dhe grek, mora këtë mishin e pulës kaprezi që të me 15 euro kilen, vez këte një fermer, 4,50 10 kokra. Të përpasit mora 5 euro dhe ky ishte pazarin për sot. Si thoni ja vlen apo ju përshëndes. Ciao ciao.